Kapiteni i vllaznisë të futsal Alsit Tafili sapo është kurorzuar kampion i Shqipërisë në futsal dhe ka kupin në dorë, një gëzim e veçantë. Patjetër Tafili për ju. Patjetër një gëzim mjaft i veçantë sepse nuk ishte vetëm një finale, po ishte një rrugtim i gjatë në sfidat e veta gjithë vitin. Normalisht ka pas uljet e ngritjet e veta, ama qysh në fillim të sezonit synimi jonë të kenë një kjo kupë edhe ja arrit në qëllimit. Çfarë do të thotë Tafili, suksesi i tillë është hera e parë në historinë e vllaznisë në futsal që vjen me trofej i tillë në Shkodër. Por prandaj edhe dëshira e skuadrës tonë ishte mjaft e madhe sepse nuk ka ardhur kjo kupë në Shkodër, edhe doshim patjetër edhe gjithë djemtë siç pamë edhe sot luftonin për të arritur këtë kupë, edhe shpërblimi ishte i madh normalisht sepse është një gëzim edhe për ne, për familjarët tonë, por edhe për qytetin. Një karrierë gjatë Alsit Tafilit me futbollin e madh, por kjo kupë në krahasim me sukseset e mëparshme, sa shijon kjo kupë? Normalisht e shijon çdo trofe me ngjyrat kuçeblu me stemën e vllaznisë janë të veçanta. Edhe kur nuk është arritur edhe më përpara ky sukses, atëherë është edhe mjaft edhe më i madh e suksesi për mua, por edhe për skuadrën. E dëshiroja normalisht një trofe sepse me një histori gacë normalisht një kupë për këtë çuna, normalisht emrat e tyre kanë me gjithmonë të futsalla. Pas kualifikimit në gjysmën finale me Flamurtarit, thatë që nëse me qenë se vllaznia e madhe nuk e fitoi trofeun, do ta kompensoni ju dhe e realizuat. Realizume, dëshira ishte edhe vllaznia e madhe edhe vogël të arrishin të trofeu, por gjithsesi ne pamë edhe presidencën sot edhe familjarët tonë, edhe kjo kupë është për gjithë ata shkodranët edhe gjithë ata që kanë pasion futbollin. Tafili, përpara janë aventurat europiane tashmë, cilat janë synimet dhe çfarë presim nga vllaznia, ndoshta edhe në aspektin e përforcimit. Por përforcimet mund të jenë me pikatorët të drejtën, sepse kjo grupe ja ka dalë të arritë titull dhe kjo grup duhet respektuar sepse është baza e skuadrës. Por mund të kemi ndoshta 1-2 afrime cilësore, sepse edhe presidenca ka një projekt. Duhet bëjmë një performancë mjaft mirë në Europë, sepse nuk i takon vllaznisë të bëjë paraqitje ndoshta negative. Ne kemi synimet e qarta edhe për Europë, edhe duhet bëjmë patjetër performancë të mirë. Urim edhe herë suksese Tafili.